Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me ndo me juve edhe një recetë natyrale, pasi që Kurban Bajrami u kry me sonte, tashti ju ka kop kazaveti prap për pushimet verës, për humbjet peshës, për shkrirjet dhjomit, për humbjet e barkut. Pra, krejt çka ju nevojiten janë një limon, e pastrani mirë me ujë, e ndani në copa të vogla. Një copë që ka 67 gram me xhenxhefil, e grini në copa me levore pa e qëru. 3 shkopinje kështu që janë të kanelës ose cim për ndryshe, edhe 2 filtera i merrni gryn te për ndryshe çaj të gjelbert. Me këtë që është i përzi gryn temit ma qenë gjermanisht, ose pa këtë që është vetëm gryn e te që i bjen çaj i gjelbert. Pra, edhe 1 litër ujë të val të vluar me parë. E merrni pra limonin e grini e qitni në tenxhere, e grini edhe copën e xhenxhefilit me levore kështu, 3 copa me kanel, shkopin për ndryshe, edhe 2 filtera me çaj të gjelbert. Ja qitni ujë të val edhe prej aty që fillon me vlu e njehni për 5 minuta. Vlojnë të gjitha së bashku, e merrni e kulloni pra këtë ujin, e kulloni e qitni në një bakall të qelqit edhe e leni me uftof. Përdorimin e veni kështu, çdo mëngjes në barkun bosh e pini nga një gotë 200 ml edhe në mbrëmje para se me shku me flajt. Mundeni me embelsu pra me një lugë të çajit me mjalt. Unë për vete se kisha përdor mjaltën as pak, pa embelsus, vetëm me këta përbërës që thash, i zini 5 minuta, i kullani edhe pini pra çdo mëngjes në barkun bosh edhe në mbrëmje para se me shku me flajt. Çdo ditë e përgatitni mandej të fresk, qata që ju mbet shembull, e runi për të nesërmen, kur t'ju harxhohet e përgatitni prap, edhe përdorni çdo mëngjes edhe në mbrëmje, pa ndërprej, derisa të arrini peshën që ju dëshironi edhe efektin për humbje të barkut. Keni hungur shumë baklava, keni hungur shumë turte, tashti pra vinë pushimet, vera u afru, edhe doni me pas trupin perfekt, vazhdoni motrat të dashura, përdorni po ashtu këtë recetë, edhe për ndryshe ja u largon krejt apetitin, mos me hunger, sidomos ëmbëlsira. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqen të recetat mia. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them miru pafshim.